Spari du me falendru gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për besimin e tyre ndaj Partisë Demokratike të Kosovës dhe ndaj meje si të putet. Sigurisht që qëndrimet e mia janë edhe ato të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk do të marrim pjesë në votim derisa nuk kemi një zgjedhje të qëndrueshme për Kosovën. Dhe sigurisht që zgjedhja e qëndrueshme për Kosovën është zgjedhja e kryeministrit Bedri Hamza si udhëheqësi i qeverisë së Republikës Kosovës dhe me të besoj që do të krijohet edhe stabiliteti edhe qëndrueshmëria në vend. Sigurisht ne i bëjmë thirrje edhe individuale, por edhe publike, por sigurisht që ka edhe takime të ndryshme me partitë politike, që t'i bëjmë thirrje që të ketë një qëndrueshmëri në premtimet që kanë bë sa i përket mos zgjedhjes së kryeministit Kurti apo mos dhënien mundësisë së Kurtit të re në Kosovë. Sigurisht që në këtë pjesë do të shihet nesër se si do të veprojnë. Nuk keni dekordim, me që kam mbetë me u pa nesër kjo gjë. Sigurisht nuk ka asnjë dekordim konkret, por besoj që mbetet në qëndrueshmërinë dhe premtimet publike që kanë bërë. Edhe sigurisht që ne e dimë shumë mirë që kemi një procedurë. Edhe procedura e parë është të japë mundësisë partisë parë, pastaj pasi partia e parë nuk e ka mundësinë të shohim edhe presidentin si dhe do të reflektojë. Ai janë në dorë për postin kryeministrit nëse bëhet një qeveri prej opozitës. Besoj që e kanë bërë qartë Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi pozitën që na ka besu edhe qytetari i vendit në mundësinë e dytë të formimit të qeverisë. Atëherë besoj që ne qëndrojna në premtimet e tona.